Familjarët e Rozan Aradit jashtë nxjerrën zbuluar Nedën edhe ti ke kërcënuar, ja çfarë i postojnë. Neda Balluku dhe Rozana u përballën në hyrje të prajmit të fundit pas disa postimeve që Rozana kishte bërë 14 vite më parë kur Neda ishte në Big Brother e Rozana nuk e duronte dot, madje duke bërë edhe shaka të papranueshme, teksa familjarët e Rozanës kanë reaguar në faqen e saj të Instagramit që ja menaxhojnë duke i shkruar: Neda Balluku, ishe ti që sulmove Rozan Aradin në prajmin e parë kur ajo hyri në shtëpi, lidhja ishte e mbyllur me shtëpinë as të dëgjoj, dhe për aq kohë sa pas 14 vitesh je e gjallë do të thotë që Rozana s'të shtypi me makinë, mos bëj të indinjuar se ato statuse aty kanë qenë. Çfarë do lloj loje dhe komenti të bëhen tani e tutje për mua, Rozana u shpall fituese, gjithmonë do jetë banorja më e fortë aty brenda dhe ky është fakt. Kjo u bë për të ulur Rozanën në opinionin publik duke përdorur vitin 2011 për 2025-ën, nuk e di domethënë. Neda ti e një grua shtirur, po kush të beson që nuk e pa këtë koment e nuk e prite momentin, kur nuk e meriton atë karrike një person pa argumenta. Praktikisht Rozana e ka sharë Nedën siç e shajmë ne tani këta që janë këtu ka të drejtë. Viktimizimi i Nedës tu përmend çka ka thënë Rozi para 14 vitesh për me justifikuar natën personal që ka me të. Ti kërkosh një banorje llogari për disa statuse që janë bërë 14 vite më parë, më duket as pak profesionale. Big Brother është loja që bëhet brenda, jo çfarë ka ndodhur jashtë. Siç e kanë cilësuar gjithmonë ata që nuk pranohen nëse një banor fut histori nga jashtë, përse për opinionistën pranohet të diskutojnë historitë nga jashtë. Kanë komentuar lojën e Nedës teksa i ka shpërndarë edhe një post që Neda bënte vetëm një vit më parë, teksa Neda shkruante: meritoni përmend emrin e së bijës e më pas i thot mos u viktimizo, meriton të më përmendje emrin e fëmijës, mua do kishin ardhur të më nxjerrin me polici sepse ti do kishe përfunduar shumë keq. Ishin kërcënimet që Neda i bënte hapur Meritonit në një moment ku i përmendte emrin e vajzës së Ledianës në ato kohë. Duket se kërcënimet e Nedës aq më tepër pas një emoji duket se janë quajtur teatrale nga familjarët e Rozanës ku kanë hequr paralelet midis dy situatave.